koalicion me subjektin e dytë. Pra nuk po shohmi kur farë, unë të pakte nuk shoh dhe arsytojnë këtë fazë, realisht lëvizjen vetëvendosje pse nuk e bën. Tani, a kemi prit që të lëvizim këtë drejtim? Unë nuk besoj, por nëse shiqojmë rrjedhën, se si kanë rrjedhë ngjarjet, tash i vetëvendosja prej fillimit është mundu realisht me ndjek këtë skenar. I ka ftu minoritetin një serb nga një në qeveri, në zyre, aty dhe kanë diskutu, ka provu e pam që 2 prej tyre kishin kërkesa që la ishin realisht jashtë asaj normale se quhet për shkak të fuqisë politike, dhe në anën tjetër kemi thonë duhet edhe nisma. Kemi diskutu këto, apo diskutojnë, as po diskutojnë, duhet që kish diskutu. Dhe më thonë, ka dalë pak për vehtës ti, Albini, kur e ka thtu nismen për shkak ty pas parasysh se çfarë polarizimi kanë pas gjatë zgjedhjeve. Pak i po kogja shumë se nuk pa të tërzidhe. E provoj me ta, shkoj ditë një fazë, madje nuk delte fare në media, sepse donte të ruante një farloj kohezionit të bisedave të brendshme, mos me dalë në publik. Se në momentin që po dalin në publik, shumë tema, dihen si po fryen për studio televizive, sepse ne i dim në studio televizive në fakt se si bëhet debati. Nuk funksionoi, ju drejtu LDK-s. Sepse ishte, si thot, të shkojnë nga emrama, nga fuqia ma të vogël politike. Studio televizive anë miku i brendshëm, apo? Nuk e thashun, ju po thoni ato. Po de? Ju po thoni, nuk e thashun. Nuk ishte në kontekst kësaj fare. Po, dhe tash çka ka ndodhur? Po pse mos me dalë në studio televizive? Gjithçka që flet politika, pse s'duhet me dalë? Kush tha që s'duhet?